Për 21 vjet me radhë Afërdita Dida nga Kuksi bën rrugën 3 herë në javë drejt Prizrenit për t'u nënshtruar seancave të hemodializës, një trajtim mjetik për të. Gjithë kjo periudhë sipas saj ka kaluar me kujdes dhe për kushtim nga stafi i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit, përkundër kushteve që dikur nuk ishin optimale. Megjithatë, sot situata ka ndryshuar ndjeshëm. Renovimet e bëra në këtë repart kanë mundësuar shërbime më cilësore për pacientët e kushte më të mira për personelin shëndetësor. Dida, e cila udhëton me furgonin e siguruar nga shteti shqiptar, shprehet tejet e kënaqur me përkujdesin dhe ambientet aktuale të repartit. Ajo nuk është e vetme, janë edhe 16 qytetarë të tjerë nga Shqipëria që marrin shërbimin e dializës në Prizren. 21 vite, qëton. Mësë kima shumë mi, kena kalu mi, na kanë shërbi këtë, si motës, si këtë doktor. 21 vite qëton kam kalu shumë mi. Na kanë respektuar, me fëgon, na binë, na si, por në shteti na paguin, e në kokës nuk ko një dializë, me thonë, me në bani dializë. Përveç pacientëve nga Shqipëria, një numër i konsiderueshëm i banorëve lokal i nënshtrohen çdo javë hemodializës. Njëri prej tyre është Agron Tariani nga Prizreni, i cili tashmë prej 8 vitesh vjen nga fshati Pirana për këtë trajtim. Shumë mirë po kalojmë, që 8 vite, shtafi është shumë i mirë, punëtorët janë të mirë, në rregull këtë po shkojmë. Vi 3 herë në javë prej Piranës, Prizrenit. Sa ja ka lecu ndoshta ju? Shumë me krahasu, shumë është një investim i qelluar, edhe e falenderoj në emër të gjithë pacientëve atë personin që ka bërë investimin bashkë me vend. Reparti i hemodializës në Prizren, sipas shefit të repartit, Recep Hapqiu, aktualisht kujdeset për 214 pacient nga komuna dhe rrethina e Prizrenit, po ashtu edhe 17 pacient nga Kuksi trajtohen rregullisht në këtë qendër. E për të përmbushur nevojat është hapur dhe një qendër satelitore në Rahovec, ku dializohen 18 pacient të tjerë. Reparti i hemodializës ofron shërbimin për 214 pacient të komunës së Prizrenit. Domethënë këtu vinë pacientat nga komuna e Prizrenit dhe nga rrethina. Plus i kemi edhe 17 pacientë që na vinë nga regioni Kuksit, domethënë nga Republika e Shqipërisë. Për momentin i kemi edhe 18 pacientë që dializohen, e kemi hap një qendër satelitore në Rahovec, atë dializon aty të komunës Rahovecit. Gjatë sezonës së verës këtu na vinë edhe bashkëdhetarët që janë jashtë, domethënë në dializë. Diku rreth prej 30 deri 50 pacientë na vinë prej muajit qershor deri në muajin shtator. Na në vit diku i bëjmë diku rreth 33.000-34.000 seanca të dializës. Sipas shefit të repartit të hemodializës në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit, aktualisht reparti disponon 46 aparate funksionale dhe të njëjtin numër shtretrish. Për më tepër, furnizimi me ilaçe është stabil dhe nuk janë raportuar vështirësi në ofrimin e trajtimit. Këtu kam bërë renovimin e tërësishëm të 3 sallave, të korridoreve, të banjove, veç kam një projekt i vogël, kam u përmirësu veç ovori edhe facada jashtë. Na ka ndihmu tepër se ndryshe është pasërtia, për shembull përpara këto sallat kanë qenë me pllaka, tash është ky material është me epoks, është material shumë më higienik, është më antibakterial. Për momentin i kemi 3 salla, një sallë i ka 18, salla tjetër 18 edhe në sallën e 30. Gjithsesi kemi 46 aparate dhe 46 shtretër. Se kushtet e reja kanë përmirësuar ndjeshëm cilësinë e shërbimeve si për pacientët, ashtu edhe për personelin, thotë edhe kryeinfermieri Valmir Avdaj. Pacientave që këto kushte ka lehtësuar shumë për ndihmën për shërbimet e marra, për kushte, për gjitha të mirat, pikës dytë edhe për infermierët. Tash kena kushte shumë të mira, shumë më moderne, shumë më higjienike, tash neve vetëm na mbetet që të jemi në shërbim të pacientëve. Momentalisht posedojmë 30 infermierë, 4 prej tyre janë në qendrën e dializës në komunën e Rahovecit. Ky transformim i repartit të hemodializës në Spitalin e Prizrenit është bërë i mundur fal investimit të familjes Sopaj.